Fermerët në të gjithë Greqinë po përshkallëzojnë protestat duke zgjeruar bllokadat e rrugëve, porteve dhe qyteteve. Qendra kryesore mbetet në Nikaia ku traktorët vazhdojnë të bllokojnë autostradën kombëtare. Fermerët këmbgulin se nuk do të tërhiqen pas zgjidhje konkrete të kërkesave të tyre dhe kanë vendosur të mbyllin rrugët anësore për të rritur presionin ndaj qeverisë. Në Thesali fermerët po përgatiten për një bllokim simbolik të portit të Volosit të mërkurën në bashkëpunim me peshkatarët, ndërsa të njëjtën pritet një tubim rajonal në Nikeia me sindikate dhe organizata lokale për të koordinuar veprimet e mëtejshme. Rajoni i Selanikut po përjeton ndërprerje të mëdha me 4 bllokada kryesore që ndërpresin trafikun, duke përfshirë rrugën për në aeroportin e qytetit. Fermerët në Maqedoninë Qendrore po shqyrtojnë gjithashtu mundësinë e bllokimit të portit të Selanikut gjatë kësaj jave. Në Thesalinë perëndimore dhe përgjatë autostradës E65, numri traktorëve dhe përqendrimi i fermerëve rriten çdo ditë. Kërkesat kryesore të fermerëve përfshin pagesa të menjëhershme të subvencioneve të vonuara, kompensime për humbjet në prodhim dhe blegtori, reduktim të kostove të prodhimit, çmime të garantuara për produktet bujqësore dhe reforma institucionale për mbështetje më të madhe nga shteti. Qeveria ndërkohë po përpiqet të gjejë ekuilibrin midis pranimit të ankesave dhe ruajtjes së rendit publik, ndërsa kryeministri nuk ka pasur ende një takim të drejtpërdrejtë me përfaqësuesit e protestës. Fermerët thonë se nuk do të tërhiqen derisa kërkesat e tyre të plotësohen.